ka çfarë vendimi do të merr gjykata kushtetuese. Këtu duhet vetëm masa. E masa ndëshkuese, si thash, nuk ekzistojnë, domethënë. Në aspektin historik të Kosovës, në aspektin e ligjshmërisë së kushtetutës, çu konsiderohet kjo ditë e sodit kur njëri që ka marrë 53 deputet, nuk e tret seancën komfor neni 66 edhe vendimi i gjykatës, po e shtim për një ditë, profesor. Unë e kam cek edhe në disa vende tjera, për disa media tjera, do të thotë është rast i cili pa precedent, i cili nuk ka ndodhur. Për shembull, momenti në ditë kur unë kam menduar që do të propozohet një kandidat për kryetar të parlamentit, pastaj këto, do të thonë, këto lëvizjet politike, këto strategjitë politike, nuk po më edhe mi kuptu, do të thonë edhe nuk është në rezonin tim, ma shumë është rezoni im aspektit kushtetues dhe juridik. Po nëse nesër këto e provon zoti Kurti, ministri strategji, si opozita të dërgojnë gjykatë kushtetuese, a ka pas drejt një ditë ma vonë, një ditë ma herët, prap 30 ditë, zoti Kurti nuk e krijon institucionet, edhe konsiderohet që kemi pas herën e kaluar me pozëllot afati kohor, edhe konsiderohet sikur 30 ditë derisa del mendimi. Përveç se janë situatat e pakëndshme, domethënë njerëzore ta quaj kështu, edhe janë të pashpjegueshme. Domethënë këto situata janë të pashpjegueshme për konstitucionalistë, edhe për njerëz të çështjeve juridike që janë. Absolutisht, domethënë të janë më shumë çështje politike, strategji, taktika, të cilat përdoren, të cilat do thotë në farë forme nuk janë në harmoni me normat, me shtetin juridik, ta quaj kështu. Profesor, prej nesër, çka mund të konsiderohet kjo seancë, nëse sonte në ora 12, me nenin 66, edhe me një vendim gjykatës që ke shumë i qartë, vendimi i gjykatës kushtetuese është ligj, po shkelet ligji, e në soazat krimit, ku vendit, parlamentit, republikës, danit, ku marrohen, zihen ligjet, bot jashtë normës ligjore, shtrohet pyetja çka është kjo nesër. Mendimi im ka qenë edhe paraprakisht, do thotë unë kam bërë edhe apel, kam rekomanduar që të zgjedhet të konstituohet parlamenti, të zgjedhet qeveria, dhe brenda kësaj kohe do të shikohet me zgjedhje presidenti, pasi që nuk ka konsenzus po shihet, por në ndërkohë, duke pas parasysh se kemë shumë probleme me presidentin, atëherë me bën amandamentimin e kushtetutës brenda 2-3 muajve dhe me zgjedhje presidentit ose me zgjedhje të një vota ose me zgjedhje presidentin drejt president nga populli. Profesor, çka është kjo seancë nesër nëse është kundrejt afateve kohore? Nuk mund të shpjegoj, do të thotë e mbahet seanca nëse nuk ka reagim nga opozita, nuk ka reagim kushtetues e diçka, mund të me vazhdu kështu. A është kushtetues ajo kryesisht që zgjedhet kundrejt normave, vendimeve të organit më të lartë ligjor në këtë rast, çu është kushtetuese, shtrohet pyetja njerëz që po shkojnë me boligje, me marrë ligje, a janë legjitim në soazat konsolidimit këtij kuvendit civil. Unë konsideroj se opozita duhet me qenë pak më aktive, duhet me shiku të gjëra, se kanë përgjegjësi, do të thonë zgjedhjet mbahen për kryestimin e institucioneve, edhe nuk mbahen për diçka tjetër. Ai deputeti ka dhe përgjegjësi, përveç që ka privilegje, ka dhe përgjegjësi, pa marrë parasysh është opozita ose opozitë. Deputet opozitë duhet me qenë pak më vigjilantë dhe duhet me qenë më komunikativ pak. Do të thotë me shiku këto gjëra, për shkak është opozita. Opozita është në demokraci, është element shumë i rëndësishëm. Profesor, u thirr seanca për nesër, sonte në ora 12 jo. E patëm një deklaratë së zotit Kurti në konferencë për media, tha kur e pyetën gazetarët, a do të autorizojsh zotin Dehari për me ftu seancën e jashtëzakonshme sonte, ty e ditë si del afati kohor kushtetues për krimin e institucioneve. Tha nuk është detyrë e emja, tha dhe nuk kam kohë, thane me thirrje le të vendos sa që është vendos. Kush e ka përgjegjësinë se tash edhe nëse kemi shkelet kushtetuta, kush e merr si barën e shkeljes kushtetutës së burr? Gjithë deputet. Janë barabartë. Pyetja legjitime. Nëse zoti Kurti ka strategji politike, po do me shkel kushtetutën me vedije, përse opozita më ju drejtu gjykatës kushtetuese. Pyetja është legjitime. Zoti Kurti për të që është kryeminist në detyrë, është deputet. A mundën me shpall antikushtetues pozitat 100 e sa deputetve, 2 deputet, në këtë rast deputeti Dehari me deputetin Kurti, cilët me vedije të plot nuk petrasin seancën me afat kohore kushtetues sonte në ora 12, po petrasin për nesër në ora 11. Pyetja është, këta 2 deputet Kurti dhe deputet Dehari, a kanë të drejtë me majt peng për fasimin, delegimin e 100 e sa deputet. Autoritetet që e trasin seancën, ta shpytja kanë të drejtë këta? Pas mendimit nuk kanë të drejtë, po si pas mendimit të emë, atëherë opozita, dikush nga deputet, duhet të bëjnë një kërkesë, një pyetje, të bëjnë një gjykatën kushtetuese. Këto peprat zoti Kurti?
Unë nuk shoh, domethënë, rrugë tjetër. Domethënë, janë situata të paqena, pa precedent dhe të pashpjegueshme. Domethënë, nuk e di motivacionin, por motivacioni me siguri është politik, është një strategji, një teknik, një taktik politike të cilat po përdoret dhe shohim te ku do shkon. Profesor, sot një vjet jena kom bashkë prapë të folë për ato skenat e Kombëtarët të Republikës së Kosovës. Edhe më ke para në më ke thonë që kena me po hala. A kishë besu si vim deri te kjo situatë, që për te presidentit ato shkelet edhe një verdikt që është i qartë, 6-6, një vendim gjykate, që i thot 30 ditë, që mundet me shku dikush me shkel me vedjet plot. Jo, përbesë, dhe në kanë që me befasuar e ditë, dhe të thotë se në bazë të kushtetutës ne e dim gjithë se partia ma madhe, e cila ka më shumë deputet, ka për obligim me kandidu një kandidat për kryetar të partijës e më dhe heqë parlamentin. Pushtetin, dhe më thonë, legislative ka partia ma madhe. Kështu që ka qenë befasi për mua dhe pashpjegueshme. A ke pritë, se më ke thonë para një vete, qa kena me pa. A ke pritë që deri këto zoti Kurti thotë, une nuk kom përgjithësi, e ka dehari, kuj thotë kështu, edhe tjere të seanca prenesë, jo personë. Tendenca, heret, dhe më thonë, i kom pa, pas që jemë mëtë edhe në politikë, që na do të shkojmë për sëri në zgjedhje. Na kemi diskutu këtu, unë kom thonë para 6 muajve, para 7 muajve, na kemi për sëri në zgjedhje, dhe të shkojmë tash datën se ku do shkojmë nuk e di. Profesor, jena në situatë të pa imaginume, jam si 20 pjesë e media, më ka ra me pa marrëveshje ndryshme, më kanë pa lider, kur kanë shpall blok ndaj njanit edhe prej zyres, atje në këtë rast zoti Mustafa pa të shku tash im thashi, për asë njerë kësi situata. Mas krejt kësaj situate, një pyetje legjitime, personale, a ka kuptim o kushtetuta e këtij venit? Po shiko, kushtetutat janë lloje të ndryshme. Mes tjera, dhe më thonë, doktrinat i shpjegojnë disa kushtetuta fëmijë që unë. Kemi kushtetuta plaka dhe kushtetuta fëmijë, të cilat në këtë kontekst, dhe më thonë, populli ende është pa edukim të plot kushtetues. Dhe përfaqësues të popullit po ashtu nuk kanë edukim të plot kushtetues, se këtu mungon një vedije politike, një vedije kombëtare dhe shtetërore. Po më thusi njerëz që shkojnë me bë ligj atje nuk kanë vedije të lartë kushtetuese, venin ku marron ligj. Unë kam asnjë raste, për shembull, kemi shumë raste që nuk e lexon fare kushtetutën edhe jep mendime. Për shembull, unë s'dia kam shpjeguar të ti, se të ti shpjegoj gjëra gjithmonë ma saktë kështu. Për shembull, dëgjoja gjithmonë që nëse nuk bëhet, nuk kushtohet, nuk zgjedhet presidenti, atëherë kryetari i gjykatës e merr detyrën e tjera. Të janë fjalë të rrugës, domethënë, nuk mundet kryetari i gjykatës me marrë detyrën e kryetarit të parlamentit. Kryetarin e parlamentit e merr vetëm, kryetarin e Kosovës e merr vetëm kryetari i parlamentit kur mungon. Edhe ato për një kohë të shkurtër, për shembull, jo për një kohë të gjatë. Profesor, e di si kena folë edhe me vendimin